Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Onside, emisioni më i ri sportiv dhe kam nderin dhe kënaqësinë e madhe dhe për këtë jam goxha i emocionuar që t'ju prezantoj në këtë rrugtim mikun edhe kolegun tim, zotin Elvi Sharra. Përshëndetje miq, Onside siç e tha dhe Lorenci, është një emision i ri tashmë në tregun shqiptar, i jepet një mundësi shikuesve, një mundësi e re për ta parë çik sportin nga një këndvështrim tjetër, mbase një këndvështrim më tepër analitik, një këndvështrim i cili nuk është ngre vetëm problematika, por jep edhe zgjidhje, që do jemi bashkë në këtë rrugtim të ri, jemi të hapur gjithashtu për pyetjet, për argumentat që ju mund na kërkoni, për tematika që ju dëshironi që ne t'i zhvillojmë, t'i analizojmë, t'i shikojmë pak më në detaje. Siç tha Elvi, jemi këtu për të biseduar kryesisht për sportin, në veçanti të futbollin, sepse jemi të apasionuar, por duam ta kryejmë këtë mision në një mënyrë pak më ndryshe, në një mënyrë pak më propozitive, pra duke dhënë ide dhe duke u munduar për t'i dhënë sportit shqiptar një qasje dhe një pikpamje ndryshe. Ne normalisht nuk jemi këtu për të biseduar për politikë, por nuk do të mungojnë edhe kritika nëse do të ketë karshi disa situatave të ndryshme, por objektivi jon kryesor, Elvi, është që ne të jemi gjithmonë pozitiv dhe të kemi këtë qasje propozitive ndaj sportit shqiptar. Pikërisht ky është edhe qëllimi jon dhe jo më kot ne kemi ideuar së bashku këtë lloj gjëje, është një rrugtim i cili do jetë patjetër i mundimshëm, do jetë gjithashtu do ketë orët e veta të punës, por gjithashtu do jetë edhe një gjë e bukur sepse ne do i japim dhe mundësinë shikuesve që siç e thash më parë të shikojnë diçka ndryshe. Ti e the shumë bukur në zonën politik, gjithashtu ne do jemi gjithashtu të parët që ne do ngrejmë zërin kur të ketë diçka që nuk shkon. Do jemi të parët që do japim dhe alternativa dhe nuk duam të jemi të parë që të ngrejmë thjesht problematika dhe mos japim zgjidhje, por ne duhet të ngrejmë problematika, të shohim gjërat bashkë me një filtr tjetër dhe këtu pastaj mundohemi të gjejmë zgjidhje. Do bisedojmë normalisht për kampionatet shqiptare, për futbollin shqiptar, për kombëtaren ton, por do bisedojmë edhe për kampionatet e mëdhaja evropiane dhe kompeticionet më të mëdha, siç është botërori që afrohet së shpejti, po edhe kampionatet të tjera që presim të vinë, normalisht me pasion, me analizë. Do të keni fatin të shikoni edhe disa demonstrime me top të profesor Elvit, pra do jetë një diçka ndryshe dhe ju ftoj dhe presim që ju të na shkruani dhe të na kërkoni dhe të na sugjeroni, sepse na gëzoni dhe ne na bëhet qefi që të jemi këtu dhe t'ju japim përgjigje për të gjitha kërkesat e juaja në lidhje me sportin, në lidhje me futbollin apo për kuriozitete që ju mund të keni. Gjithashtu niveli i shpjegimeve dhe niveli i analizës mendoj se do jetë shumë i lartë. Gjithashtu ftojmë prindit dhe sportistët aktiv apo sportistët që duan të bëhen apo sportistët që kanë një të njohur që luan apo duan ta përmirësojnë, i ftojmë që të na shkruajnë, të na kontaktojnë, pasi këtu mund të demonstrojmë edhe mënyrat se si do të përmirësohen nivelin e tyre teknik, taktik, si mund përmirësohen në disiplinën e tyre, si mund përmirësohen në përditshmërinë e tyre, si mund bëhen sportistë më të mirë, futbollistë më të mirë dhe si mund bëhen në fund ditës edhe si mund bëhen njerëz më të mirë për shoqërinë ku ne jetojmë. Do të kemi edhe kuriozitete, edhe lajme, edhe ndaj calciomercatos, mercatos së lojtarëve dhe për të gjithë të apasionuarit e fantacalcios, na shkruani sepse jemi të gatshëm që t'japim sugjerimet tona edhe për këtë lojë që apasionon shumë sportdashës. Jo mirëpresim dhe shpresoj që të shihemi sa më shpejt në puntatën që ne do të dëgjojmë. Onside, qëndroni me ne.